nga Irena Beqiraj. Ndërsa ftesa e Trump u konsiderua një ftesë personale nga Rama, konfirmimi i saj në Facebook apo media sociale është një tjetër fakt që në Shqipëri politika e jashtme nuk ekziston fare, edhe në ministri do të ketë mbetur vetëm sekretarja dhe roja, se ministër dhe specialist ka kohë që është vetë Rama, ndërsa ftesa raportohet se është dërguar në 60 lidera botror. Vetëm pak prej tyre nxituan të egzaltoheshin dhe të shpallnin pranimin në Facebook. Teksti i ftesës është dritarja më e qartë në atë që pretendon të jetë ky projekt. Ajo nuk përshkruan një forum, një grup kontakti apo një memorandum mirëkuptimi. Ajo thot në mënyrë të qartë se Bordi i Paqes është krijuar si një organizatë ndërkombëtare e re, e qeverisur nga një statut i hapur për nënshkrim dhe ratifikim. Këto fjalë nuk janë dekorative, ato mbartin një kuptim të saktë dhe të pashmangshëm ligjor. Gjua shkon më tej. Bordi i Paqes përshkruhet si mbikëqyrë si një administratë e qeverisëse kalimtare, një term i praktikës ndërkombëtare, jo një formulim i rastësishëm. Bordi nuk është hartuar specifikisht për Gazën, por si një organ i përhershëm që synon të promovojë qeverisjen ligjore dhe stabilitetin në zona të shumta konflikti, duke e pozicionuar veten në mënyrë të qartë si një alternativë ndaj institucioneve ekzistuese të OKB-s. Në statusin e tij, i cili po qarkullon në mediat serioze ndërkombëtare, nuk përmendet Gaza, por flitet për nevojën e një organi ndërkombëtar më të shkathët dhe efektiv për ndërtimin e paqes, i cili do të kryesohet nga vetë Trump. Ai e përshkruan Bordin e Paqes si një organizatë ndërkombëtare që kërkon të promovojë stabilitetin, të rivendosë qeverisje të besueshme dhe të ligjshme dhe të sigurojë paqe të qëndrueshme në zonat e prekura ose të kërcënuara nga konflikti. Edhe më i jashtëzakonshëm është përqendrimi i autoritetit. Kryetari i bordit, Donald Trump, personalisht, jo zyrës së presidentit, janë dhënë kompetenca gjithëpërfshirëse mbi emrimet, shkarkimet dhe vendimarrjen, duke përfshirë autoritetin e vetos. Sipas deklaratave të shtëpisë së bardhë, Bordi i Paqes nuk është një organ i vetëm, por pjesë e një hierarkie qeverisjeje shumë shtresore. Poshtë tij ndodhet një bordi ekzekutiv, i kryesuar nga vetë Trump dhe i përbërë kryesisht nga figura politike amerikane, financues dhe drejtues të korporatave, përfshirë sekretarin e shtetit Marco Rubio, të dërguarin e lindjes së mesme Steve Witkoff, Jared Kushner, CEO-n e Apollo Global Management Mark Rowan, presidentin e Bankës Botërore Ajay Banga dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare Robert Gabriel, edhe ish kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Tony Blair, si antarin e vetëm jo amerikan. Krahasti është një bord ekzekutiv i Gazës, i veçantë, i ngarkuar me mbikëqyrjen e të gjithë aktivitetit në terren në Gaza dhe mbikëqyrjen e një organi teknokratik palestines të varur, Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës. Statuti i jep kryetarit të Bordit të Paqes, personalisht Trump, autoritetin jo vetëm për të emëruar dhe shkarkuar shtetet anëtare të bordit, ku vetëm ato që paguajnë $1 miliard që vitin e parë mund të kenë një vend të përhershëm. Ndërkohë kryetari ka të drejtë të krijojë borde dhe struktura shtesë ndihmëse sipas dëshirës. Kjo nuk është rastësore. Ajo pasqyron arkitekturën e një organizate ndërkombëtare në fuqi, të kompletuar me nënorgane të zgjerueshme, kontroll ekzekutiv të centralizuar dhe një zinxhir komande të përhershëm. Kjo është skela institucionale, një sistemi paralel në stilin e OKB-s, jo një mekanizëm i përkohshëm rindërtimi, gjë që na çon tek problemi qendror kushtetues. Si për Amerikën edhe për shtetet e tjera të ftuara, implikimet janë po aq serioze. Sipas shumicës së kushtetutave, ku përfshihet edhe kushtetuta e Shqipërisë, traktatet kërkojnë miratimin parlamentar. Teksti duhet jetë publik, detyrimet duhet të përcaktohen. Nuk ka mekanizëm ligjor për ratifikimin sekret të një traktati ndërkombëtar. Çdo përpjekje për ta anashkaluar kushtetutën do të ishte e kontestueshme dhe potencialisht e pavlefshme. Organizatat ndërkombëtare janë krijesa të pëlqimit të shteteve, jo të individëve. Ato nuk janë instrumente të autoritetit personal, as nuk janë të dizajnuara ligjërisht për t'i dhënë pushtete sovrane një individi të vetëm. Organizatat ndërkombëtare nuk krijohen me anë të konferencave për shtyp ose iniciativës apo pëlqimit individual. Traktatet ratifikohen, forumet jo, deklaratat jo, memorandumet e mirëkuptimit jo, edhe kjo nuk është thjesht procedurale. Kjo shkon në zemër të demokracisë, kufive kushtetues dhe sundimit të ligjit, dhe ngre një dyshim të fortë se në emër të shpejtësisë dhe kontrollit, po shohim një përpjekje për të zëvendësuar një sistem ndërkombëtar, qoftë edhe problematik, me një organizatë shumë më pak të përgjegjshme. E pra, nëse amaneti për një politikë të jashtme të reformuar duhet vënë në vend, le ta fillojmë këtu, që politika e jashtme nuk është mekanizëm personal siç e ka përdorur deri tani Rama, por një mekanizëm që lidhet me interesat afatgjata të kombit, të cilat nuk mund t'i vendosë kurrë si Rama me diskrecion personal, aq më pak duke konsideruar ftesën personale.